Dëshmia e bashkëpunëtorit të drejtësisë Erion Alibej para gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është shoqëruar me tensione të forta në seancën e kësaj të martë, teksa Alibej vijonte rrëfimin për ngjarjet kriminale, u përplas verbalisht me të pandehurin tjetër Julian Hoxha nga kafazi i sigurisë. Hoxha u drejtua Alibejt me fjalët ironike o Tommaso Buscetta, duke krahasuar atë me mafiozin e njohur italian që u bë pari pentito i madh i Cosa Nostra dhe dëshmoi kundër organizatës. Gjykata ndërhyri menjëherë për të rivendosur qetësinë dhe për të vijuar seancën. Gjatë dëshmisë, Alibej foli në detaje për vrasjen e Bujar Çelës, të cilin e identifikoi si njeriu më të afërt të Talo Çelës. Sipas tij, pas vrasjes së Emiliano Ramazanit, ai vetë kishte kërkuar që arma e krimit të fshihej në banesën e Bujar Çelës. Në këtë plan, pretendon Alibej, ishte i përfshirë edhe Julian Hoxha, i cili jepte informacione. Për këtë pretendim ndërhyri sërish Hoxha duke thënë: "Un kam qenë në shtëpi, i sigurt që ke folur me mua, o Tommaso Buscetta." Në vijim të dëshmisë, Alibej deklaroi se fillimisht për atentatin ndaj Bujar Çelës ishin angazhuar Skerdi Tase dhe Enrik Hoxha, por që më pas u tërhoqën pa dhënë shpjegime. Ai shtoi se më vonë ishin përfshirë shtetasit Besin Xhixha dhe Enver Diva, çunat e Fushkrujës, të cilët sipas tij morën përsipër ekzekutimin. Bujar Çela ishte njeriu më i afërt i Talo Çelës. Pas vrasjes së Emiliano Ramazanit, vendosa që armën e krimit ta vendosnim tek shtëpia e Bujar Çelës. Juliani më jepte informacione. Për Bujarin vendosëm ta ekzekutonim. Si fillim u angazhua Skerdi Tase për ta ekzekutuar dhe Enrik Hoxha e morën si punë, u angazhuan të dy. U morën disa ditë rresht për ekzekutimin e Bujar Çelës. Nuk e kuptova pse u tërhoqën. Aso tek kësaj dite nuk e kam kuptuar pse nuk e vran. Informacionet për Bujarin unë i kisha të gjitha, përveç informacioneve që kishte Nuredini nga Elio Bitri. Nuk u arrit në atë periudhë. Pastaj Bujari u mor me Abedin Mamen. Më pas, ai përket ditës së ekzekutimit të Bujarit, u angazhua ditë përpara çunat e Fushkrujës, Besi dhe Veri. Çunat e Fushkrujës ditën e ekzekutimit kanë ardhur me një Renault ngjyrë qumshti. Me atë erdhën nga Fushkruja, kanë pritur një herë tek shtëpia e Bujarit, një komshi i pa dhe ata u tërhoqën. U larguan nga zona aty dhe më pas u afruan tek lokali ku ishte Bujari. Pasi kanë mbaruar veprimin, më ka shkruar Nuredini në sekond, mbaroi Bujari. Makinat u larguan njëkohësisht. Renault-ja u doq, më pas me makinën i klas shkuan për Fushkruj, te Alibej.